Një rënje e fortë e çmimit të kastravecit është regjistruar në tregun vendas gjatë ditëve të fundit. Nga rreth 100 lekë për kilogram në tregun e shumicës, vetëm 10 ditë më parë, çmimi ka zbritur në 20 lekë për kilogram, duke krijuar vështirësi serioze për fermerët. Situata po prek jo vetëm fermerët e Roskovecit, por edhe zonat e tjera bujqësore si Myzeqeja, Qarku Fier dhe Qarku Berat, kur sipërfaqe të mëdha me sera janë aktualisht në prodhim. Fermerët shprehen se me këto çmime nuk arrin të mbulojnë as kostot bazë të prodhimit. Sipas tyre, dalja masive e prodhimit vendas në treg ka ndikuar drejt për drejt në uljen e çmimit, ndërsa mungesa e rregullimit të tregut po rëndon edhe më shumë situatën. Ndërkohë, në tregun e Pakicës, kastraveci vijon të shitet me rreth 50 lekë për kilogram, duke krijuar një diferencë të ndjeshme mes çmimit të fermerit dhe atij për konsumatorin. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të rregulluar tregun dhe për të mbështetur prodhuesit vendas, të cilët sot sipas tyre po përballen me humbje dhe pamundësi për të përballuar shpenzimet e serave. Ata paralajmërojnë se nëse situata vijon kështu, shumë sera mund të mbeten jashtë prodhimit në sezonet e ardhshme. Gjithashtu kërkohet më shumë kontroll mbi zinxhirin e tregtimit për të shmangur abuzimet me çmimet. Fermerët theksojnë se pa mbështetje konkrete, bujqësia rrezikon të humbasë konkurrueshmëri në treg.